Faleminderit zoti Kaso. Tani ftoj në podium të mbaj fjalën e tij kryetarin e Partisë Demokratike, profesor doktor Salir Berisha. Mirëmbrëma dhe përshëndetjet më të përzemërta ju, të dashur qytetarë dhe qytetarë të Korç në këtë sallë, drejtues të Partisë Demokratike, deputet, korçarë dhe korçarë, kudo që jeni në këtë qytet të bekuar në Shqipëri dhe jashtë vendi, gëzuar festat nga zemra. Uroj më të mirat për secilin prej jush, për Korçën dhe Shqipërinë. Është një nder i veçantë vit tek ju, së pari të nderojmë së bashku veprën e atyre korçarëve guximtar që 35 vite më parë u ngritën kundër diktaturës më staliniste të kohës dhe themeluan këtu në Korç partinë e parë opozitare, partinë e interesit të qytetarëve korçar, të dignitetit qytetarëve korçar, të interesit kombëtar, të lirisë, vokacionit perëndimor të Korçës dhe Shqipërisë. Miqtë e mi, ne vim në këtë 35 vjetor si vetmja parti pas një tjetre në të gjitha vendet ish komuniste që jemi në këmbë, jemi gjallë, jemi të fortë dhe të sigurt në fitore. Por ne, në dalim nga çdo forcë politike tjetër në historinë politike të Europës pluraliste, jemi një forcë ndaj të cilës në mënyrën më të padrejtë u ndërmorën aktet më brutale, për pjekjet më të turpshme, për shkatërimin e saj në projektin Shqipëria pa opozit, për pjekjet më kriminale për përçarjen e coptimin e saj në projektet Shqipëria pa opozit, izolimin më të thellë, forcën politike më perëndimore në historinë e kombit. Megjithatë ne triumfuam, jo se kishim fuqi mbi njerëzore, jo se ishim më të fortë se ata që kërkonin na fshinin nga faqja e dheut, por se mbronin të vërteta të përjetshme të njeriu të qytetruar, të kombit, të qytetit, të familjes, të vendit. Ato të vërteta ne nuk i lëshuam. Ato të vërteta ne nuk i tradhtuam. Ato të vërteta, në ato të vërteta ne u ngritëm, absolutisht si Feniksi nga hiri, në zenit. Ku jemi? Nga forca politike më izoluar në histori, forca politike më mbështetur në histori, kauzat që mbrojtëm ne, në izolim, në përpjekje të paimagjinueshme për ta coptuar, u sankcionuan në 7 rezoluta, nga të gjitha forcat politike si motrat planetit.
kauzat që mbrojtëm ne u sankcionuan në këto rezoluta. U sankcionuan se ky vend, se Edi Rama, përdor institucionet për të shtypur pluralizmin, për të arrestuar kundërshtarët politik. Këto rezoluta të gjitha forcave politike ndërkombëtare sankcionojnë se Edi Rama ka përqendruar të gjitha pushtetet në duart e veta si një diktator. Këto rezoluta në mirënjohje ndaj nesh sankcionojnë dhe pa u zhvilluar zgjedhjet e fundit, se Shqipëria s'do ketë zgjedhje për farsë elektorale. Këto rezoluta sankcionuan se Shqipëria është një narkoshtet ku ligji e bën krimi dhe droga. Dhe s'fundi, jo vetëm rrezik për shqiptarët, por rrezik për Europën. Dhe s'fundi, i ndëgjoni ju tani sirenat e alarmit që bjen nga Washingtoni për korrupsionin e qeverisë së Edi Ramës dhe lidhjet e saj me drogën dhe krimin. Ne triumfum. Miqtë e mi, ne jo vetëm që nuk u zhdukëm, por ne mbrojtëm lirit, dignitetin, kauzën e çdo shqiptari në kushtet më të vështira, në kushtet kur bëj gjithçka kundra nesh. E sot jemi, ja u garantojnë ju, më të fortë se kur në ekzistencën tonë. Po, sot jemi më të kthjellë se kur dhe më të